dashur, në mes të emisionit Health Matters, sot mysafir në studio kemi të ftuar një mjeke emergjente, e cila është mjaft profesionale dhe shumë e përpikt në punën e saj të përditshme me pacient. Me ne, doktoresha Vjollca Haflaj. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit për ftesën. Doktoresh, fillimisht a na tregon si është të jesh një mjek emergjent dhe pse zgjodhe këtë drejtim? Të jesh një mjek emergjent do të thotë që të jesh në një situatë sa më hapur me pacientin, të ofrosh një ndihmë sa më të shpejtë, sepse vetë emergjenca kërkon një qasje sa më të shpejtë. Dhe kjo është edhe arsyeja që unë e kam zgjedhur emergjencën, sepse si çdo mjek pasi që ta kryen, domethënë fakultetin, e ka një ëndër që për specializim. Mirë, po mua mjekësia emergjencë më ka pëlqyer gjithmonë, kështu që jam shumë e kënaqur për profesionin që e kam. Nuk je as pak pishman? As pak nuk e më penduar. Për sa vite ke shërbyer si mjek emergjente në QVP? 14 vite i bëj tash në tetor që kam shërbyer si mjek emergjente në centrin emergjente. Po cilat janë ato sfidat edhe cila është rutina e një mjeke emergjente? Rutina si çdo mjeku, mirë, po ndoshta edhe te mjekut emergjencës është më tepër sepse gjithmonë je në kujdesaritë e natës. Kjo është kryesorja. Pastaj ballafaqohesh direkt me pacientat që më njëherë, domethënë, kanë një sëmundje të papritur, pastaj me familjar që nuk pajtohen ndoshta me sëmundjen e pacientit, është edhe një rrezikshmëri. Mirë, po dëshira për të ndihmuar pacientit sa më shpejt dhe sa më korrekt, kjo e bën më të vullnetshme profesionin, si mjek emergjente. A është sfiduese për një grua të jetë mjek emergjente? Nuk mund të them që është sfiduese, se gjithmonë gjatë fakultetit ndëgjojsha që vetëm mashkuj duhet me qenë mjek emergjent, mirë, po për mua nuk është ashtu. Edhe një femër mundet m'ia dalë të jetë mjek emergjente, bile edhe mjaft e suksesshme. E di që është ndoshta e vështirë me ditë sa është numri mjek grave që janë në emergjencë, po a sheh që ka ndonjë interesim dita ditës? Më herët ka pas më pak, ndoshta edhe nuk ka pas hiç, mirë, po tani ka. Mund të them që ka edhe interesim për mjekësi emergjente. Ndoshta duke pa edhe punën tonë ose diçka kështu dhe ka. I përmendë familjarët që sigurisht nuk janë në gjendje jo të mirë kur vinë në emergjencë, po si ja dilni ju t'i qetësoni ata dhe t'ja sqaroni anamnezën ose sëmundjen që e ka familjarit ju i ngushtë? Përpiqem sepse e kemi parasysh revoltën e familjarit që është duke përballë me një sëmundje të familjarit, kështu që mundohem me një qetësi që t'i tregojmë që na do të bëjmë të pamundren, do t'i ofrojmë ndihmën maksimale, shpresojmë që do të ketë sukses, ndoshta edhe atëherë kur nuk ka sukses, mirë, po tentojmë gjithmonë që t'i japim vullnet për një përmirësim të shëndetit pacientit. Jo shpesh, fatkeqësisht jeni edhe të atakuar nga qoftë ndoshta edhe tentativa me ju sulmu fizikisht. Qysh ballafaqoheni me këto situata? Është situatë të vështirë. Edhe është ngrit vetdia e qytetarëve, karshi mjekëve. Mund të them që tash është ngrit mirë, po gjithmonë emergjenca, gjithmonë botë është më e rrezikuar se sa profesionet tjera. Kështu që nuk kemi çfarë të bëjmë. S'kem çka të bëjmë, duhet të pajtohemi edhe me atë. A na flisim pak për rastet më të zakonshme që vinë në emergjencë. Cilat janë ato? Rastet më të zakonshme në emergjencë mund të them që janë aksidentet e trafikut, janë sulmi në zemër, infarkti miokardit, pastaj sulmi në tru, stroku, pastaj mund të jenë reaksionet alergjike të ndryshme, mbidozimi me barna, mbidozimi me drogë, gjakderdhjet, traumat, ka raste të shumta. Po cilat janë disa nga shenjat e sulmit në zemër edhe si t'i vrejmë na që... Sulmi në zemër apo infarkti mund të themi vjen si pasojë e pamjaftueshmërisë së furnizimit të zemrës me gjak dhe vjen deri te dëmtimi i muskujt të zemrës. Këtu janë disa faktorë që shkaktojnë infarktin miokardit, janë ateroskleroza, kjo vjen si pasojë pllakave të yndyrës ose edhe grumbullimit të substancave tjera në arteriet koronare dhe bëjnë pamundësi në qarkullimit të gjakut. Pastaj mund të jenë formimi i trombit që bllokon komplet qarkullimin e gjakut, pastaj është edhe spazma e arterieve koronare, tkurrja e papritur arterieve koronare. Mund të jenë edhe sëmundje tjera, si infeksione të ndryshme, pastaj mund të jenë traumat, goditja direkt në zemër, mund të jetë stresi pa pritur, domethënë shkaktarët janë të shumtë. Mirë, po zgjerohem pak.
Faktoret që favorizojnë sulmin në zemër janë tensioni i lartë i gjakut, mund të jenë hiperkolesterolemia, pastaj diabeti, pastaj duhanpirja, ushqimi pa kontrolluar dhe dieta e pasur e përpunuar, pastaj stresi, mos aktiviteti fizik dhe faktorët gjenetik. Simptomat janë të ndryshme, mirë po disa prej simptomave që janë më kryesore është dhimbja e fortë e gjoksit, është edhe frymëzënia. Këto dyja gjithmonë dyshojmë që ka infarkt të miokardit. Mirë po janë edhe simptomat tjera. Përpos të dhimbjes në gjaks, pacienti referon që ka dhimbja i shkon në nofull, në qafë, në kri, në shpinë, pastaj në të dy duart ose në një dorë. Dhimbja është diskomforte, domethënë si presioni fort, pastaj dhimbja mund të zgjatet për disa minuta dhe të ndërpritet, mirë po mundet edhe të vazhdojë gradualisht. Këto domethënë janë prej simptomave. Pastaj pacienti është edhe ankon edhe në nauze, domethënë të vjella, dhe në ekzaminim i mjekut cili do mjek, domethënë e bën edhe diagnostifikimin e infarktit miokardit. Këtu në nevojitet një anamnezë familjare, pastaj shenjat klinike, si dhe testet laboratorike. Në anamnezë kemi të bëjmë se pacienti përshkruan dhimbje në gjoksit, që e ceka dhe me herët që shpërndahet edhe në nofulla, shpinë, qafë ose edhe në kri. Pastaj përshkruan edhe si nga njëherë lidh edhe me aktivitetin fizik. Personi mendon që ka qenë në një aktivitet fizik, normal që shtohet dhimbja gjatë aktivitetit fizik dhe me ndalimin e aktivitetit fizik dhimbja paksohet. Pastaj lidh edhe me dhimbjen epigastrike, se nga njëherë kanë edhe dhimbje epigastrike, dhimbje barku. Dhimbjen epigastrike lidh me njëherë mas marrjes së ushqimit. Mirë po në momentin kur i bëjmë ekzaminime tjera, na del që është infarkt. Pastaj me një gjersitje të teskajshme. Pastaj me zbehje, me cianoz, domethënë simptomat janë të ndryshme. Dhe për diagnostifikim nevojiten përpos këtyre mjeku e bën ekzaminimin, e pyet për anamnezën familjare, edhe a ka pas hipertension ose smundje kronike të mëparshme, e bën i mat shenjat vitale, tensionin, pulsin, saturimin, pastaj e bën monitorimin e pacientit, pastaj kërkohen edhe testet laboratorike. Një prej testeve laboratorike që është më kryesore është troponina. Troponina është një enzim i cila fillon të rritet momentin e dëmtimit të musulit të zemrës dhe ajo fillon të rritet 4 orë domethënë pas dëmtimit të zemrës. Pastaj është edhe enzima tjetër, kreatin kinaza që ka me bëja, mirë, po ajo nuk është diagnostike sikur që është troponina, është edhe EKG-ja. EKG-ja që tregon elektrofiziologjinë e zemrës, kjo është një metodë mjaft e rëndësishme, sepse na tregon me njëherë a kemi të bëjmë me një infarkt duke u zhvillu apo infarkti që është zhvillu, domethënë na jep informata shumë të mëdha. Në momentin që e bëjmë EKG në zemrës, shohim elevime, domethënë ndryshimin e EKG dhe shohim se vetëm infarkti është zhvillu. Kjo zakonisht është edhe në bazë të përvojës, mund të them, kur pacienti ankon në dhimbje gjoksi, ndoshta nuk është dhimbja shumë tipike, edhe mirë po e përcjellin pacientin, ndodh që mas 10-15 minutave, sepse marrja analizave, troponina në këtë kohë nuk është rritme dhe nuk na jep informata që është infarkt. Dhe mas 10 ose 15 minutave ja përsëritim prapë EKG-n, e shohim se infarkti që ka zhvillohet, që do të thotë është stem, ka elevime të ST-s dhe mbartën në cilën pjesë atëherë është infarkti. Për ndryshe e presim edhe troponinën, edhe na tregon që është infarkt i miokardit. Pastaj nëse pacienti është në gjendje të rëndë, duhet të monitorohet, duhet të kontrollohet frymëmarrja, pastaj tensioni i gjakut, jepet terapia që jepet është oksigenoterapia, pastaj duhet të jepet aspirina për mos të lanë bllokimin e trombit, pastaj jepet edhe barnat për dhimbje, zakonisht jepet morfina, nitroglicerina dhe ose pacienti ka nevojë për koronografi. Kështu që duhet të bëhet koronografia dhe aty të vendoset ka nevojë për stent apo ka nevojë për bypass apo për ndonjë procedurë tjetër që vendos kardiologu invaziv me kardiokirurgu. Doktoresh, a dallon sulmi i miokardit tek gratë edhe tek burrat? Edhe në përvojën tuaj të përditshme, a janë të vanuara këto raste apo vinë me kohë për trajtim?
Simptomat e njëjta janë dhimbja e gjoksit dhe frymëzënia. Mirë po, tek femrat ma tepër e lidhin si nauze dhe vjellje. Kjo është ma tepër shprehur te femrat. Ndërsa simptomat tjera janë të ngjashme si të femrat, si të mashkujt. Në bazë të përbojës mund të them se kam pas raste shumë me infarkt e miokardit. Ka pas raste që kanë ardhur shpejt, mirë po ka raste pak që janë ndoshta edhe të vonuara, sepse koha është në pyetje këtu, që duhet me qenë koha shumë e shpejt. A flasim pak për ata minutat e artë në situatat të tilla. Si do të reagojmë ne si qytetar? Nëse është një dhimbje gjoksit, më njëherë nëse është mundësia, duhet të merret aspirin, sepse ajo kishte qenë më e mira për mos me lënë formimin e trombit. Mirë po mos me neglizhu, nëse ka djersitje, ka dhimbje gjoksi, ka frymëzënie, duhet të lajmërohet më njëherë te mjeku, dhe mjeku e bën vlerësimin, është për mu dërgu, domethënë në një qendër si është emergjenca, apo është për tu përcjell aty. Domethënë ky është vlerësimi dhe duhet nevojitet shumë shpejt. Flasim pak edhe për goditjet në tru, strok. Çfarë duhet të bëjmë ne si familjar, si qytetar? Stroku apo goditja në tru vjen si pasojë e mos furnizimit me gjak të një pjesët të trurit. Dhe mbarësisht a kemi të bëjmë me strok iskemik apo strok hemorragjik, janë varet nga shkaktarët. Domethënë te stroku iskemik kemi mbyllje të enës së gjakut, ndërsa te stroku hemorragjik kemi gjakderdhje si pasojë rupturës në ndonjë enë të gjakut. Simptomat janë pacienti ka dopsi të njerës anë, të dorës, këmbës ose të fytyrës. Pastaj pacienti ka kokëdhimbje të pashpjegueshme, pastaj nuk mund të shqiptoj fjalët mirë, ka humbje të ekuilibrit dhe menjëherë duhet që të dyshohet që ka sulm në zemër dhe duhet të lajmërohet tek mjeku. Mjeku menjëherë bën një ekzaminim. Fasti është i rëndësishëm, i thot pacientit të qesh ose ti tregoj dhëmbët, të tregon e ka një shtrembrim të fytyrës apo nuk e ka. Pastaj ti ngriti dy duar paralele nëse ka ramje të njerës dorë. Pastaj domethënë këto janë edhe shohim nëse pacienti ka probleme me shikim, humbje në njërit shikim ose të dy syve. Atëherë nëse i shohim këto që janë, atër duhet me njëherë të tiret mjekësi ndihma e shpejt edhe të udhëzohet sa më shpejt që të është mjeku. Në momentin që më rri në qendër emergjence, ne me njëherë ja kërkojmë një tomografi të kompjuterzuar, domethënë një CT, me të cilën bëjmë verifikimin a është ICV strok hemorragjik apo është strok iskemik. Pastaj kërkojmë, derisa të del rezultati, kërkojnë edhe analiza tjera, testi glikemisë, pastaj domethënë analizat rutinore tjera, kërkohet një EKG, mos kemi të bëjmë edhe me ndonjë fibrilacion arterial që ka qenë ndonjë sulm në tru dhe ka shkaktu gjakderdhje. Dhe presim CT-n. Në bazë të CT-s vlerësojmë a është sulm iskemik apo është sulm hemorragjik. Si dallojnë këto dyja? Këto dyja dallojnë sepse sulmi iskemik si tash është si pasojë e formimit të trombit në një enë të gjakut dhe shkakton këtë sulm. Trajtimi të sulmi iskemik janë dy metodat e trajtimit. Janë me trombolizë dhe trombektomi. Tromboliza është që përdoret terapi për shkrirjen e trombit, ndërsa trombektomia është mjet kirurgjik, domethënë që bëhet tërheqja në mënyrë kirurgjike. Mirë po edhe këtu dallimi është sepse te stroku iskemik të tromboliza e rëndësishme është nëse është trombi i vogël ose mesatar, ka përfshi domethënë një pjesë më të vogël. Gjithashtu është edhe rëndësishme sepse pacienti pyetet ose familjarët kur kanë filluar simptomat. Këtu është edhe dallimi. Koha e artë është 4.5 orë nga fillimi i simptomave. Ndërsa te trombektomia koha është brenda 24 orëve. Kjo përdoret te mbyllja e enëve të mëdha të gjakut ose aty kur nuk kanë sukses me trombolizë ose nuk depërtohet me trombolizë, atëherë ka të bëjë me trombektomin, që është një metodë mekanike, bëhet tërheqja e trombit në mënyrë kirurgjike. Pastaj vendoset për terapi,
Këto janë procedura tani që merret neurokirurgi, mirë, po vendoset për terapi. Tensioni i lartë i gjakut, nuk duhem të lojmë tensionin e lartë të gjakut. Mirë, po para si ta diagnostifikojmë, e rëndësishme është që mos i japim përpos tensionit të lartë të gjakut, mos i japim terapi tjetër antikoagulante, sepse nuk e dim a është strok iskemik apo është hemoragjik, kështu që të gjakderdhja e shtojmë akoma më tepër gjakderdhjen. Edhe për këtë arsye nuk japem. Ndërsa kur diagnostifikohet, po shkojmë me terapi, me aspirin, varfarin, te iskemiku, ndërsa te hemoragjiku jo. Te iskemiku pola deta është, te hemoragjiku është një tjetër sulm ku kërkon ndërhyrje kirurgjike, ajo vjen si pasojë qarjes së enës së gjakut dhe daljes së gjakut, domethënë në sipërfaqen e trurit. Kjo nganjëherë kërkon edhe intervenim kirurgjik kur bëhet tërheqja e hemoragjisë apo edhe intervenimin e enën e gjakut. Doktorish, na flet për rëndësinë e ndërhyrjes së shpejtë tek ta persona që besojnë goditje në tru. Çka ndodh nëse një person nuk merr ndihmë mjekësore kur ka një gjendje të tillë? Nëse një person nuk merr ndihmë të shpejtë, do të thotë që pasojat mund të jenë fatale. Kështu që koha është ardhur te këto raste. Për këtë arsye është e cekur edhe ora që duhet me qenë sa më shpejt. Sepse edhe nëse nuk intervenohet me këto, duhet të jetë në kujdesin e mjekut, sepse mjeku e din ku është shkaktari, a është pasojë e hipertensionit, a është pasojë në ndonjë goditje ose traume tjetër, domethënë duhet të dihen shkaktarët që e shkaktojnë. Cilat mund të jenë disa nga pasojat, ndonjë paralizë mundshme apo? Mund të jetë paraliza mund të jetë çrregullimi i vetdijes ose humbja komplete e vetdijes, ka domethënë. Flasim pak për një person kur i ka humbur ndjenjat, kur ka nevojë të bëhet një reanimim kardiopulmonar atij personi. Personi kur i ka humbur ndjenjat, domethënë shikojmë personin për agushmëri dhe nëse merr frymë. Pastaj bëjmë palpimin e arterin karotide. Kjo është e rëndësishme. Nëse këto nuk i kemi, atëherë duhet të fillohet menjëherë me reanimim kardiopulmonar. Në raste jashtë emergjencë, domethënë thirret ekipa, lajmërohet ekipa, thirret urgjenca, ndiset defibrillatori nëse ka defibrillator, nëse jemi në ndonjë qendër tjetër, edhe fillohet me komprimimet e gjoksit. Komprimimet e gjoksit bëhen në të tretën e poshtme të sternumit mbi procesus ksipoidos dhe vazhdohet me 100-120 kompresione. Domethënë sa më shpejt që është e mundur, me një forcë deri në 2 inç, domethënë 5 cm thellësi. Dhe për çdo 30 komprimime jepen edhe 2 frymarrje. Pastaj presim ekipin e emergjencës ose urgjencës edhe prap vazhdohet kështu nëse vazhdohet derisa të mrinë në emergjencë. Ndërsa në emergjencë është pak më ndryshe sepse është ekipa, defibrillatori, është rati i reanimimit, domethënë jemi të përgatitur për këto raste dhe fillohet menjëherë, domethënë fillohet reanimimi kardiopulmonar, monitorohet, via venoze vetëm gjendet, vendoset edhe pastaj fillojnë domethënë komprimimet e gjoksit, frymarrja 30/2, mirë po çdo 2 minuta duhet të bëhet ndrimi i ciklit për shkak të lodhjes së stafit, edhe duhet të sigurohet intubimi endotraheal, sigurimi i oksigjenit. Pastaj pasi të vendoset domethënë oksigjeni me domethënë endotraheali, atëherë kemi frymarrjen, domethënë sado që vazhdojmë komprimimet, frymarrja do në 5-6 frymarrje në minutë. Pastaj ndesim defibrillatorin, shohim nëse pacienti po na kalon në tahikardi ventrikulare, fibrilacion ventrikular që kemi nevojë ta godisim me elektroshok. Japim bari parë është adrenalina që jepet çdo 3 deri në 5 minuta. Mirë po, domethënë vazhdohet për 2 minuta cikel, vazhdojmë prapë nëse kemi tahikardi ventrikular, fibrilacion ventrikular, atëherë vazhdojmë me konvertim me dozë 120 deri në 200, domethënë është doza fillestare nëse është bifazike, ndërsa nëse e kemi monofazike është 360 gjul. Vazhdohet për 2 minuta, jepet adrenalina, pastaj jepet amiodaroni 300 ml, vazhdohet cikli prapë për 2 minuta, komprimime gjoksit, defibrillim ose konvertim, nëse kemi fibrilacion ventrikular, tahikardi ventrikulare. Mirë po, nëse kemi asistole dhe aktivitet elektrik
pa puls, atër vazhdohet vetëm me komprimimet e gjoksit dhe me adrenalin. Do të thonë kjo metodë, kjo vazhdon kështu në bazë të Tintinillit dhe American Heart Association, do të thonë kjo vazhdon 20 deri në 30 minuta. Mirë, por nëse nuk kemi përmirësim të pacientit, mas 30 minuta do të thonë mund ta ndërprejmë, po mbaret edhe nga shkaktari edhe nga pacienti. Nëse është pacient i ri që ka zemrën më të fortë, na tentojmë të vazhdojmë akoma edhe deri në 1 orë reanimim. Si qytetar, a jemi të informuar për një reanimim të tillë? A dim të bëjmë? Unë mendoj që çdo person që ka lejen e kirrit duhet ta dinë. Po janë marrë edhe kurse për këto, kështu që besoj që disa e dinë, po nuk mund të them që e dinë plotësisht. Po sa është e nevojshme? Është e nevojshme shumë. Shumë se është nevojitet minuti, do të thonë për shpëtimin e një jete. Kështu që është shumë e nevojshme për me ditë krejt popullata. Reanimimi kardiopulmonar, a dallon tek, le të themi, tek foshnjat edhe tek njerëzit tjerë? Si duhet të bëhet te foshnjat? Dallon reanimimi kardiopulmonar, sepse në raste të komprimimi edhe te jepet doza më të vogla. Te fëmijët reanimimi bëhet në tretjen e poshtme të sternumit. Mirë, po bëhet me një rendor me shuplakën e dorës dhe bëhet prapë edhe ky bëhet në thellësi deri në 4 inç ose 5 cm. Mirë, po të poshnjat bëhet vetëm me 2 gishta. Këtu është dallimi që bëhet, edhe të dozimit terapisë, normal që është doza më e përgjysmuar të fëmijët dhe të poshnjat. Si t'ja bëjmë për ngulfatjen, kur një person ka ngulfatje, cila është ajo metoda që përdoret tek ta? Në ngulfatjet më të shpeshta i kemi të mbetja ushqimit në fyt. Mirë, po të fëmijët mundet me qenë edhe lodrat e ndryshme, fasulat, kikirikat, do të thonë mbaret edhe prej shkaktarit. Edhe nuk janë të pashpeshta edhe këto, mirë, po pacientit i thuhet që të kollitet, nëse është mundur. Dhe metoda më e shpeshtë këtu është metoda e Heimlichut. Metoda e Heimlichut është vendosen domethënë 2 duart në bark dhe bëhet një shtypje, duke pas parasysh se ajri bën nxjerrjen e trupit të huaj nga goja. Kjo metodë është të personat të rritur, mirë, po dallon të shtatzanat edhe të fëmijët, sepse të shtatzanat nuk bëhet ai metodë, mirë, po 2 duart vendoset domethënë në gjoks, jo në bark, po bëhen në gjoks, bëhet shtypja, ndërsa të fëmijët, të foshnjat, fëmia vendoset përmbys në dorë dhe bëhet shtypja me dorës e me gishta në mes të 2 shpatullave. Këto janë metodat. Këto raste a janë rritje apo është vedisu popullata? Nuk mund të them që janë edhe të shpeshta, janë vedisu sigurisht popullata dhe nuk janë edhe shumë të shpeshta. Alergjit në ushqime? Alergjit në ushqime nuk janë edhe shumë të shpeshta për arsye se janë ma pak të shprehura, po mendoj në këtë kohë. Mirë, po është e njëjtë procedura, reaksionet alergjike në ushqim me reaksionet alergjike, sepse para disa ditëve kishim reakcion alergjik në arra, në kikirika, di që kishim edhe ashtu. Domethënë simptomat janë të njëjta. Sikur vetë se është pak më rënd ashtu të terapijat, sepse të antibiotikët, sepse shkakton vetë fakti, shkakton një shok anafilaktik. Po njëjtë trajtohet edhe njëjtë janë simptomat, si krejt alergjit, veçmërisht shkaktari që e ka shkaktu. Doktoresh, në rutinën e përditshme ju shumë shpesh ballafaqoheni me personat që përjetojnë trauma në për aksidente të ndryshme. Është sfiduese kjo edhe si ja dilni, si menaxhoni ju si ekipi i emergjencës, si mobilizoheni në raste të tilla? Kjo është mjaft sfiduese, mirë, po mund të them se tashmë jemi mësuar me këtë sistem. Traumat janë të shpeshta, janë dëmtime trupore, të një ose më tepër organeve, mbaret nga shkaktari. Shkaktarët janë më të ndryshme, mundet me qenë prej aksidenteve, mundet me qenë prej ramjes nga lartësia, pastaj mundet me qenë të goditjet me armë zjarri, me mjetet e mbrehta, pastaj të katastrofat natyrale ose diçka ose tjerat. Domethënë ka
shkaktar që sjellin deri te trauma. Mirë po, problemi ose çështja e mjekut të emergjencës ose ekipit të emergjencës është ta bëj vlerësimin e pacientit ose triazhimin. Domethënë se cili është prioriteti te trauma. Në rënd të parë duhet të sigurohet rrugët e përmarrjes dhe përmarrja, pastaj të shohet qarkullimi i gjakut që pacienti të mos të bjenë në një shok kardiogjen ose hipovolemik. Për këtë arsye, domethënë sigurohen këto, jepen tretje, ka momente kur kemi edhe gjakderdhje, domethënë gjakderdhje të mëdha që kërkojnë edhe transfusionet e gjakut. Ka raste të traumat kur kemi edhe dëmtime të organeve, pastaj kemi frakturat e kockave. Domethënë që kërkojnë duhet pacientit të monitorohet, të stabilizohet dhe të thirret ekipa për hyrjen në sallën e intervenimeve, bashkëpunimi me mjekët tjerë, domethënë me kirurg ose anestesiolog dhe kështu ortoped. Na i përmend disa raste sfiduese që ju ka mbetur në mendje. Secili rast e dim që ka sfidën e vet. Secili rast ka sfidën e vet. Edhe rëndësinë e vet po ashtu. Po, mund të them, mund të cekë dy raste. Një rast, po e cekit parin, kom qenë në Spital Amerikan dhe në atë ko atë dit isha në thirrje. Në thirrjen në pej për me marrë një rast, e lidhje edhe me motin se ka qenë shumë i keq. Pacienti ka qenë në gjendje shumë të rëndë dhe nuk e kishte nisë për çekru për atë arsye. Dhe pasi që të shkoj atje, kish probleme me insuficiencë kardiake, edem pulmonare, domethënë në një gjendje tepër rëndë. Edhe marr pacientin për me hyp në ambulant, për fat të keq ka se nuk më ka ndodhur asnjëherë, monitori nuk ban, atë duhet me kthy prapë në njësinë koronare. Kur e kthej aty çka më bë, pacienti do isha më marr pa tjetër, më shpëtu. Edhe i shoqën pej kishin monitora shumë dhe ju tham, a ma jepni një monitor, ma huazoni familjarët ja u kthejnë, edhe unë pa probleme që tash doktori u drejtohet familjarëve, thot, po nuk e di këta, po dojnë, dhe më thonë, do ishin pak me hupa të besimi. Ata vetëm të më shiku, thash, unë pa problem pacientin e marrë, vetëm monitorin ma sigurani edhe pacientin e marrë pa problem. Kur e marrë pacientin, ma huazojnë monitorin, normal që gjendja shumë e rëndë e pacientit, edhe aty ki një vështirësi shumë të madhe sepse nuk i ekipi e vetëm me një infermier. Pacientin e kisha herën tahikardi, ka njerë bikën bradikardi, me bikë tensioni, dhe më thoni një gjendje shumë të rëndë, mirë po më në fond arrita dhe solla në spital, urimet ishin me të ndryshme pej familjarit, pacienti qëndroj, nuk kujdesin intensiv, krep intervenime dhe kështu shpëtoj. Rastin tjetër mund ta lidhi para disa dite në emergjencë, dhe më thonë para emergjencë, pacienti pëson arrest, pa shenja jete. Pacienti ishte lajmëru në shtëpinë e shëndetit, ka pas një dhimbje, po s'ka qenë në të shumë tipike, po ja kanë ja potëzimin për marrë në emergjencë, derisa ka mri, ka qenë koha dhe më thonë pyetje, edhe pacienti bjen arrest, sillet në shtratin e reanimimit, pacienti reanimohet, intubohet, përgatitet jepet terapi adekuate, kur e bojmë EKG-n e shohim se ka infarkt e miokardit dhe thirret kardiologjia invazive, hyn salli, vendoset një stent tek pacienti shpëton. Domethënë këto janë të suksesshme, mirë po mund të seki si ka edhe mjaft raste tjera që nuk janë të suksesshme, mund ta lidhi me një rast që ka qenë gjatë verës, pacienti ka qenë me amputime të dy këmbëve, ka qenë një shofer i autobusit, dhe ai ka përfunduar me fatalitet, ka qenë një rast mjaft sfidues, pastaj ka qenë edhe rasti për natën e vitit të ri që ka pas djegje me mjete piroteknike nga prizreni që o sjell, edhe ai ka qenë një gjendje shumë e rëndë. Po si ballafaqoni me kur keni më shumë raste, 4-5 ose rast masiv? Mundohem ndonjë djegje, ne dim që kur patëm eksplodime në Ferizane, ose nuk gaboj, ose në Qishtë të vogël, është ngarkuar emergjenca, si ja keni dalë në ato raste? Po të djegjet, sidomos të djegjet e shkallës së rëndë, thirret edhe kirurgi plastik, domethënë në bashkëpunimi me aktivizimi me klinika tjera. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj edhe të frakturat, ose domethënë duhet bashkëpunimi shumë i madh edhe me klinikat, me mjekët e klinikave tjera. Një tjetër dukuri që i përshkruan këta pacientë është edhe gjakderdhja masive. Si t'ja bëjmë një gjakderdhje masive? Gjakderdhja masive, edhe kjo kërkon një emergjencë mjekësore, mbaret nga shkaktari që ka shkaktu gjakderdhjen, si që ceka dhe më herët, më thonë mbaret aksidentet, mbaret mjetet të mbreta, marrëm zjarri, ose edhe ramja nga lartësia që shkakton një gjakderdhje të brendshme.
Fillimisht bëhet ndalja e gjakderdhjes, vlerësimi i pacientit për rrugë të përmarrjes në qarkullimin e gjakut, duhet të bëhet më njëherë ndalja e gjakderdhjes nëse është gjakderdhja e jashtme. Pastaj nganjëherë ka nevojë që të mirën edhe transfuzionet e gjakut. Kur është gjakderdhja e brendshme, duhet të intervenohet edhe në sallën operative. Po si ta parandalojmë një si qytetar një gjakderdhje, çka duhet përdorim? Duhet me fasha, domethënë të bëhet komprimim. Qytetari duhet me fasha ta ndalojë sa më tepër që është mundur. Doktoresh, a guxojmë të përdorim ujë në një plagë që ka shumë gjakderdhje? Jo, në një plagë që ka shumë gjakderdhje, jo. Shumë gjakderdhje dhe shumë djegje nuk mund të përdoret ujë. Po kur një person goditet nga rryma elektrike, si duhet veprojmë ne? Një person kur goditet nga rryma elektrik, domethënë është në kontakt me rrymën elektrike me ndonjë tel ose ndonjë mjet tjetër. Kjo është e rëndësishme që t'japet ndihma e parë sa më shpejt që është e mundur. Mirë, po fillimisht personi që jep ndihmë duhet të sigurohet që nuk është i rrezikuar edhe ai për rrymë. Nëse është e mundur, duhet të ndalet rryma elektrike ose me ndonjë objekt të tërhiqet pacienti nga zona që ka elektricitet. Pastaj duhet të bëhet vlerësimi i pacientit, pacienti është me vetdije, a ka frymëmarrje, a ka se nganjëherë përpos shkaktimit të djegjeve mund të vjen edhe deri te fataliteti ose të ndalja punës së zemrës. Dhe në bazë, domethënë në bazë të llojit që është shkaktuar ose në bazë të plagëve që i ka bëhet edhe trajtimi. Sa më shpejt duhet të sillet në qendrën e emergjencë, pacienti duhet të monitorohet sepse problemet janë edhe më vonë që duhet të monitorohet, duhet të përcjellet, duhet të bëhet EKG-ja sepse mund të ketë edhe ndonjë tahikardi ose bradikardi, domethënë kërkon monitorim. Duhet ta prekim një person që ende është në kontakt me rrymën? Jo, nuk duhet ta prekim, domethënë duhet të presim ta ndalim, duhet vetë të jemi të sigurt për mos ta prekim. Po në raste kur kemi të bëjmë me djegje të rëndë, si duhet të veprojmë? Djegja, domethënë është shkaktohet si pasojë e rrezatimit, elektricitetit, pastaj kemikalive të ndryshme. Mirë, po në bazë të sipërfaqes së përfshirë kemi djegje sipërfaqësore dhe djegje së thella, dhe në bazë të shkallës i kemi 4 shkallë të djegjes. Shkalla e parë përfshin epidermën, domethënë vetëm një pjesë, shkalla e dytë epidermën dermën, shkalla e tretë përfshin hipodermën, domethënë krejt lëkurën, dhe shkalla e katër që përfshin muskujt, indet, kockat dhe mund të përfshijë organet. Te këto të lehta, domethënë te djegjet e lehta, është më lehtë sepse duhet që domethënë ta pastrojmë me ujë për 20 deri në 30 minuta, me arsye të ftofjes dhe sadopak të qetësimit të dhimbjes. Mirë, po të plagë të rënda jo, plagë të rënda kërkojnë domethënë shumë më tepër trajtim mjekësor, duhet të udhëzohet më një herë në qendrën e emergjencë, nga aty domethënë me ato raste mirët kirurgi plastik, sepse domethënë lëkura është shumë e dëmtuar, kockat, muskujt, ka raste që duhet edhe të hyjet në sallën operative. Po si t'ja bëjmë kur një person merr mbidozim të ilaçeve? Mbidozimi me ilaçe është si pasojë marrjes qëllimisht ose pa qëllim të barnave, domethënë më tepër se sa ja ka përshkruar mjeku. Në këtë raste pacienti ndjen si marrëmendje, shtrëngim në gjak, sëvjellje, nauze. Dhe mirë është që pacienti të vjell, nëse ka mundësi, është fjala te ilaçet, te barnat, është mirë që të vjell. Mirë, po pacienti duhet të lajmërohet prapë në entin shëndetësor, aty bëhet lavazha luktit, e cila është e rëndësishme 1 deri në 2 orë të para, për arsye se nuk bëhet përthitja në lukët dhe shpërndarja në organizëm. Mirë, po pas 2 orëve, domethënë nuk është shumë e efektshme. Po tek fëmijët, a duhet të sillemi njëjtë? Po, mirë. A duhet të lypim? Edhe te fëmijët duhet të kërkohet patjetër ndihma mjekësore. Doktoresh, falenderoj shumë për këto këshilla kaq profesionale, këtë intervistë. Faleminderit edhe për